Besimtar dashur, mirë se u ka prunë Zoti, këtë vend të shenjtë, edhe ju besimtar që na ndiqni përmes valëve të Radio Marisë. Nuk e di nëse u ka ndodhur në jetën tuaj, me i pa dy vetë, i pa një bisedë edhe ju me shku me vonesë, edhe sigurisht me pyet për çka fjala, çka jeni tu i thonë, edhe për me mujt me hyj edhe i tretin bisedë. Një kështu është edhe me ungjillin shenjtë që na paraqet sot. Nëse ne nuk do të kena parasysh çka ka ndodhur përpara që Pietri e pyet Krishtin, e sigur që s'do të kuptojmë kur gjallë në këtë pjesë të ungjillit shenjtë. Pietri i thot Krishtit, na që lam çdo gjallë erdhën mos tejet, çka kena me fitu. Ka njerë na vjen nga dhe ne kjo pyetje, ha? Kam lanë çdo gjallë sot për më ardhë të shtandohëm këtë vend shenjtë, thu çka ka në ndonë shtandohëm. Mirë për çka ishte fjala që Pietri si gjithmonë ai apostulli që gjendet i pari në bisedë me Krishtin, në rryjt kaq shpejt, çka e ka prek Pietrin, që i thot Krishtit, po unë kam lanë çdo gjallë bashkë me apostullin. Shikeni i besimtar dashur. Nërsa Krishti ishte me apostullin, një djalë i ri, shumë besimtar, pasanik, shkon e i thot Krishtit, çka me ba unë për me fitu jetën e pastosur? E është pyetje që e bën se cili prej nesh në jetën e përditshme. A thu po i pëlqen Zotit jeta jeme, fjala jeme, puna jeme, që të pakten ta kem mor një vend Paris, njëjtën gjallë dhe këtë djalë i ri, fetar, shkon e i thot Krishtit, çka të bëjmë? E Krishti i thot, maj urdhënimet e Zotit. Shikoni sa e bukur është kjo pjesë. Mbaj urdhënimet e Zotit. Jo dy, se e kena zanat në shqiptar. Dhejtë. Edhe i thot, i kam majt, thot urdhënimet e Zotit. Atëherë i thot Krishti, shit çka ke, e hajde mas me. Mirë për këtë djalë i ri, të shpeshit çka kishte, ishte e vështirë. Si më na thonë ne të shti, lënë çka ke të shtëpia jote e të mas me. Nuk ka le, pavarësisht se na thonë e duam Krishtin edhe vime dhe këtë vend shenjtë, por na do të mendojmë edhe për ne, se do të me harë, do të me pi, do të me jetu. Po shikeni se këtë djalë i ri, çka bën thotë ungjilli i shenjtë, u vran fytyrë. Si mor me shi çdo gjë me shku mas Krishtit, e nuk ka e lehtë me shku mas Krishtit. E atëherë Krishti thot, sa vështirë thot e ka me hy pasaniku në mbretërinë e qiellit. Krishti s'ishte kundër pasanisë. Edhe pasunia është bekim nëse fitohet me djersën e babës. Por Krishti ishte kundër rrugës së gabume kur pasunohena, kundër lakmisë që e vëmë çdo gjë në vend parin, e Zotin vend dytin. Pra këto janë ato që na bllokojnë për me fitu jetën e pasosur. E aty Krishti i ka bën atë kohën, na bën edhe ne, sot e kësaj dite me kuptue, nëse je i pasun, dija mor për nerë Zotit, se atë çka ke se ke prej vetit, e ke prej Zotit. Nëse je i pasun, mos u bën Zoti i kësaj toke, sikur se mendoj shumë tjerë që kanë diçka në dorë, e mendoj se janë Zoti i kësaj toke, më dhe i fund e shohin se 2 metër vend marrin në vato. Pasunia, ashtu na bë Krishti me kuptu se nuk ka shpor garanci për një jetë lumtur. Pasha besën këtë jetë e këto shërbime që kanë bërë si veshtar, ma njerëz të lumtur kanë pa të bërë që s'kan gjama shpirti sa i pasur që se në rasgjumi natës. Edhe këtë ta thot Krishti, nuk fitohet jeta pasosur pse ke pasuni. Ma gjeni një të pasur, ma të pasurin e kësaj bote që jeton edhe sot e kësaj dite, absolutisht por një. Tonë si i borti, si i pasurin, si i borti, si i dopti, si ma i punit, si ma i pari, tonë kem ndru jetë.
E thot Krishti, pasunia më e madhe është me pas Zotin vendin e parë. Se aty thot ku është thesari, jot aty ko me kene edhe zemra jote. E nëse thesari jep është pasunia, besimtar dashur Zotit gjithmonë kene i gjithë ma pak kohë. Nëse është krejt natyrale, me thonë, unë kam qef me shku në vesh, kam qef më orfy, kam qef më kungu, kam qef me lutë, po kam kohë me gjithë. Sepse kam bu diçka tjetër para Zotit. E në pak Zotin e jepi 24 orë prynë, e nuk e di sa japin ditë në kohë. Por, ajo qka është pra rëndësishme është Zotin dhe të parë. Gjithë shka tjetër, si ka thonë Krishti, lypni mor pikë mas parit lumnin e qiellit, se tonë në tjera t'jo e jebë Zoti shtesë. Jo shtesë, o, Zot mjetë të bëj shpi 10 katë. Se nuk a kjo, një tërmetën a herë, 10 katë që të poshë, por ajo qka është ma kryesore, ma jep për pasunin e shpirtit. Atë ditë kur tjetrit flasin keq për mu, ta kem pasunin e shpirtit që të thënë, Zot pale se zë që ka thotë. Shqipërin besimtar dashur, po ju tregoj një gjë me që jena në vend të shnonot, do shta po shkoj pak pjatë për. E thrasin shnonot, me shku me bo një varrim, kishte dek një i pasur. Edhe me shku me i bo varrimin. Po shnonot i ka ditë se i ka njoft njerëzit e vetë, kusha i pasur, kusha i borpen, kusha i mire, kusha është jo ma i mire. Edhe thot, po për shka me artë të tërë? Në mes kur, në rëthim kur, në kungim kur, në lutje kur, për çka? Si kena tradit, e herë në shqiptarë. Kur se shojmë të meshë, dhe thotë, vdishë do të hajde jepja vetime, për çka? Sepse është një tradit e jona. Mendojmë se ju i beku që ja hedhim aty, ka beja shëllbon shpirtin. Edhe thotë që në do, unë po vi, vetëm për respektin e familjes. Vetëm me ngushlu familjen e ti, se për shpirti, kur s'ka me i banin ka. Edhe kur shkuna atje për me i ba, varrimit, prap jo thot atyre që ishin afer. Po ja hedhe thot ujnë e bekum, po kjo zemre nuk e ka trumpetin. Qëton njerëzit habite qatroshën, kështu, s'pas ka zemre trumpetin. He kalon zemra, po jo se ka. Edhe thot që të ndodh, bjeni thot mjekun matë mirë, tu e mas i bajnë ata procedurat që duhen me i ba, ta hapim thot, pjesën e trupit shohim ako zemrën, nuk i kishtë zemrën besimtar të ashtë. Shajt është i lidhë me Zotit, normal që i dite gjana. Ku me e gjithë zemrën, shkoni e thotë se të kasaporta e ti e ka. Kur shkojnë e hapin kasaportën, qajnë zemrën e pasanikot, që e pra fjala i Krishti. Aty ku është thesari jote, aty është edhe zemra jote. U do që 2 shpija, një pasanikut, një të borpit. Pasaniku u ba me lujtë mensh. I shkoj krejt pasunia, është normal. I borp një krejt qëti. Zot timi dhe, timi moj. E kur e njën pasaniku du i thonë qëtu, po ku ke thot Zotin timor thot. Ti ashe përse me pa pas Zotin me kënë kishte rujtë edhe pak të ty Zotin, se mu jo që jo. Edhe qka i thot i borpti? O Zotni thot, mu ma e djetë, një karrike i tavolin, po jo Zoti jenë. Ty ta djekë Zoti mrenë, se Zoti jo ka kënë pasunia. Pra e shqipni, se pse Krishti na mëson sot, Zotin dhe në parë, qdo gjatë tjetër në vjen shtesë. E kur Pietri i thotë, se shqipni besimtar dashur, edhe pse ka shku mas Krishtit, edhe pse shkojmë mas Krishtit, prap se prap Krishti edhe na krasit ka i herë. Na banë me kënë matë vetëdijshëm, a prej vende duhet Krishtin, apo kam edhe në interes. Se qka e thot Pietri? Na që lamë qdo gjatë, qka kena me fitu? Shqipini logikën e interes. Unë po vi që ti të mjapësh, se pranon Krishtin i gjatë. Zoti e din nevojën që kena pas nevojna me e thamë. Ose edhe një logik pa sigurijet, edhe pse ishte tu ecë pas Krishtin, ishte i pa sigur, se nëse ti je i sigur, s'ke nevoj me e pyt Krishtin, a thu e fitoj pjesën e parizit. Ata ka thonë Krishti krejt kjartë, kush e hanë korpin tem, bin gjakun tem, pra ide, ka me fitu jetën e pasosën. Pse kjo pa siguri ka njërë edhe një jetën tonë? Që pra, bajmë
si Shën Pietri. Dorë një pas sigurie jetës, dorë si kurse ai, po unë erdha mërë por aku e fitoj jetën, po mërë po. Ti e unë e kushdo që dorëzohet në durë të Krishti, po s'len Krishti, as një jashtë. Kjo flet do Krishti.